Përshëndetje, jemi së bashku, ky është edicioni informativ i lajmeve në ekranin e Report Televizion. Pa humbur kohë, ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesore. I ndjekim së bashku. Nga Berlini, ku ndodhej vetë bashkë me Belinda Ballukun, kryeministri Edi Rama reagoi për herë të parë mbi lajmet se të hënë numri 2 i qeverisë është thirrur në SPAK me avokat. Pa e pohuar apo mohuar njoftimin, Edi Rama thot për Deutsche Welle se nuk ka koment për asnjë rast, pasi drejtësia ka punën e vet. Derisa të ketë vendim të formës së prerë, të gjithë njerëzit janë të pafajshëm, theksoi Rama, dhe të padënueshëm nga gjykata popullore politike dhe mediat. Përfundoi mbrëmë afati për dorëzimin e kandidaturave për 5 bashkitë që më 9 nëntor do të zhvillojnë zgjedhje të parakohshme. Në 3 bashki në garë janë vetëm 2 rival, por në Matë dhe Vlorë përballë kandidatëve zyrtar të mbështetur nga PS dhe PD garojnë të pavarur, një socialiste dhe një demokrat të zëmëruar me parti. Deri në 15 vite burg parashikohet në një projekt ligj të hedhur për konsultim publik për kodin penal ndaj personave që vënë zjarre për të ndryshuar destinacionin e terrenit. Kush vë zjarre gjatë verës dhe prek prona apo pyet dënohet deri në 8 vite. Edhe zjarri nga pakujdesia ndëshkohet deri në 7 vjet. Kur preken zonat të mbrojtura rritet deri në 10 vite burg. 9 mujori i këtij viti është mbyllur me ulje të borxhit publik në shifra historike. Në fund të shtatorit, borxhi publik ishte sa 53.4% e prodhimit të brendshëm bruto, një rënje me 0.8% krahasuar me vitin e kaluar. Në total, borxhi llogaritet në 14 miliardë euro, ku ndikimin kryesor në reduktimin e tij jep zhvlerësimi i valutave. Në orën 3 të mëngjesit të së dielës, akrepat e orës do të zhvendosen 60 minuta pas dhe do të ripozicionohen në orën 2. Ky ndryshim quhet ora diellore dhe synon shfrytëzimin më të mirë të orëve me dritë natyrale, duke reduktuar nevojën për ndriçim artificial dhe duke nxitur kursimin e energjisë. Ndryshimi do të qëndrojë deri në 29 mars 2026, kur i kthehet ora verore. Presidenti amerikan Donald Trump, i cili po udhton drejt Azisë në një samit në Korenë e Jugut, ka deklaruar se aty do të flasë edhe me presidentin e Kinës për Ukrainën. Trump u tha gazetarëve se do donte që Kina ta ndihmonte në dialogun me Rusinë. Pas sanksioneve amerikane ndaj Rusisë, Kina pezulloi blerjen e naftës ruse. Në situatë e padëgjuar për sportin shqiptar, një volejboliste braziliane që luan me Dinamon është pezulluar pasi disa skuadra kanë kërkuar që t'i nënshtrohet testit të gjinisë. Vllaznia dhe Pogradeci dyshojnë se 32 vjeçare me karrierë ndërkombëtare mund të jetë transgjenore. Braziliania bën testet, por ankohet zyrtarisht për diskriminim.